Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot ndihesh më i vendosur se kurrë për të përfunduar diçka që ke lënë përgjysmë. Një nxitje e brendshme do të shtyjë drejt veprimit dhe do të kuptosh se suksesi nuk vjen nga fati, por nga guximi. Kujdes me debatet e vogla në familje. Një fjalë e tepërt mund të hap plagë të vjetra. Demi. Energjia e ditës të fton të gjesh ekuilibrin mes punës dhe ndjenjave. Një moment i qetë në mbrëmje do të ndihmojë të reflektosh për gjithçka ke arritur. Mos i lejo të tjerët të të nxisin drejt vendimeve impulsive. E ardhmja afërt ka më shumë stabilitet për ty se sa mendon. Binjakët. Komunikimi është arma jote më e fortë sot. Një bisedë e papritur mund të hapë rrugë të reja, qoftë në punë apo në marrëdhënie personale. Kujdes me informacionet që shpërndan, jo të gjithë kanë qëllime të pastra. Në dashuri, një mesazh i thjeshtë mund të ndryshojë gjithçka. Gaforia. Emocionet sot janë të thella dhe të sinqerta. Një kujtim i së kaluarës mund të prek më shumë se zakonisht, por është momenti i duhur për të falur dhe për të çliruar shpirtin. Mos ke frikë të tregosh ndjeshmërinë tënde. Ajo është forca jote më e madhe. Luani. Yjet të ftojnë të rikthesh vetbesimin. Mund të marrësh një vëmendje të veçantë në punë ose në një grup shoqëror. Kujdes, mos e lejo krenarin të mbulojë ndjeshmërinë. Një fjalë e ëmbël do të të vlejë më shumë se një fitore e vogël. Virgjëresha. Sot gjithçka rrotullohet rreth organizimit dhe qartësisë mendore. Një projekt i rëndësishëm kërkon vëmendjen tënde, por mos harro të pushosh. Një person i afërt mund të të surprizojë me ndihmën ose përkushtimin e tij. Në dashuri, sinqeriteti mbetet çelësi. Peshorja. Energjia e ditës të shtyn të rivlerësosh marrëdhëniet. Mund të ndihesh midis dy zgjedhjeve, por zemra jote tashmë e di përgjigjen. Mos kërko ekuilibër të përkryer, kërko vërtetësi. Një lajm financiar pozitiv mund të të qetësojë në mbrëmje. Akrepi. Dita është e mbushur me pasion dhe reflektim. Intuita jote është e mpret, prandaj dëgjoje me kujdes. Një sekret mund të dalë në dritë dhe, ndonse mund të të trondis, do të të liroj. Në dashuri, ndjenjat janë të thella, por mos u përpiq ti kontrollosh gjithmonë. Shigjetari. Dëshira për aventura zgjohet fuqishëm. Mund të ndihesh i frymëzuar të planifikosh një udhëtim apo të fillosh një projekt të ri. Mos e humb durimin me ata që nuk ecin me ritmin tënd. Jo të gjithë kanë vizionin tënd. Në dashuri, çiltërsia sjell afërsi. Britsjapi. Puna dhe përgjegjësitë dominojnë mendjen tënde sot. Por, një moment i vogël reflektimi do të të ndihmojë të shohësh panoramën në të gjerë. Një arritje vogël profesionale mund të të hapë rrugë të reja. Në planin emocional, mos ki frikë të tregosh ndjenjat. Ujori. Sot fryma krijuese është në kulm. Do të ndihesh i frymëzuar të ndash idetë tua me të tjerët dhe mund të të vijë mundësi bashkëpunimi. Në dashuri, distanca emocionale mund të shkrihet nëse tregon më shumë ndjeshmëri. Bëj hapin i pari. Peshqit. Energjia e ditës është e qetë dhe shëruese. Do të gjesh ngushëllim në art, muzikë ose natyrë. Një person që se prisje mund të jap këshillën që ke nevojë. Mos u mbyll në ndjenja. Bota është gati të të dëgjojë. Horoskopi në Top Albania Radio.